në majën time, i ka me qartësinë që po dile prapë në zgjedhje, ti thoj atyre, hajde bëll me ne se do fiton, ishte duke i gënyer. Dhe e duke i gënyer sërish. Kaq kam. Po kemi shumë më tepër se kaq. Moderatorja dhe drejtuesja e emisionit Top Story në Top Channel, Grida Duma, ka komentuar përmes një mesazhi edhe sjelljen e drejtuesve të opozitës lidhur me qëndrimin e mbajtur pas zgjedhjes së avokatit të popullit, por edhe debatit të disa javëve më parë me sekretarit të përgjithshëm Flamur Noka dhe një antare në PD-n e Kamzës. Duma thot se leadershipi demokrat fal deputetët që firmosën për kandidatin Endri Shabani, por përjashton antarët kur një debat ku përfshihet sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike del në media. Grida Duma tregon gjithashtu se pse u largua nga Partia Demokratike dhe ka një mesazh për Berishën. Unë nuk lash mandatin dhe ika nga PD-ja se isha keq. Unë ika nga PD-ja në fillim të nëntorit 2022, kur në mes të tetorit të po ati viti, Berisha kishte deklaruar për mua, është Nora e Kelmendit. Pse e bëri këtë Berisha? Sepse unë dola në parlament, ndërsa isha aty duke dëgjuar Edi Ramën që për foltoret e Berishës kundër Bashës na drejtohej neve dhe na thoshte, jo foltore, por gojore. Dal dhe them ato 5 minuta që u bën virale. Ku ishin këta burra që duhet të flisnin? Pse duhet që leadershipi i partisë të falet pafund dhe qohen një ditë të premte që janë në hall dhe më përmendin mua vetëm se janë vetë në paqartësi absolute dhe u bëjnë gola gjithandej, tha Duma.